fëmë. Leci? E kemi po. Penaltia dhe humbet, unë e shoh Iqbalin taj vertikalizimi që është shumë mirë. Unë kisha me thonë 2 fjallë për Iqbal Jasharin. Është një lojtar që vjen nga një familje legjendare. Është një lojtar që asnjëherë nuk e ka shfrytzuar mbiemrin Jashari për luajtur futboll. Është lojtar që me meritat plotësisht veta individuale është këtu ku është. Këto e them me plot bindje sepse shumë njerëz më kanë thonë edhe në Prishtinë kur ka qenë, edhe në Drenicë, është lojtar që asnjëherë nuk thotë unë vi nga kjo familje du me luajtur futboll ose meritoj me luajtur. Është shumë i thjeshtë. Është lojtar me shumë vlera që në të ardhmen ka me qenë pjesë e kombëtarës edhe besoj edhe shpresoj. Dhe çdo trener lec me kon pjesë e kombëtarës për arsye për faktin që kjo është familje që është një histori tonë. Edhe kompletohet me marr pjesë në kombëtare. Mos po thonë me marr me njëftësi, mos të kuptoni. Po këtu po du me dorë. Ky djalë i ka meritat personalisht me kom të veta ka ardhur këtu ku është. Domethënë asnjëherë nuk e ka shfrytzuar ato që vi nga familja Jashari, unë do të me lujt... Kishtë qenë diçka jashtëzakonshme me qenë pjesë vlerat e ti janë të moja, se shiko penaltia dhe humbet. Pastaj Qëri që është portier shumë i mirë që nifet për penalti. Gjatësia ti të bën që ti mundi inferior ndaj ti të penaltia. Por që respekt e maksimal për Jashari. Arsim, si përfundim kë rast, a e dëmtoj skuadrën e Drenicës? Ja, pas ka hup 3 pikë Drenicës, dorën zemër. Ishtë dollë portieri jashtë, ishtë me të skuadra me 10 lejtarë, bakia portieri të së në kishë mbroj penaltin, ta shëtën hipoteza që na do të mishtruhe, po këtu po shqirë që Drenica do dëmtuhe. Tash reglat e reja mos tim gjëna se po ndryshojnë gjithë të ditë, po nëse ka pos karton verdhë, portieri kur të bën faul, mrena 16 që është karton i verdhë, minimum është karton i verdhë. Edhe tash, unë s'po di, nuk po më me kuptue. Bëllë mirë e thatë ju më herët, nëse kishë bëni faul të njëjtin, çka mi bo, apet me lon loja? Ko ka dëmtu Drenica. Pa morë parasysh pse ka u penallin. Ka dëmtu Drenica, jo. Po, mëre. Shtash po. Aloja me qatë menimin Visori është në regull. A ka në spjegim që është në regull? Kë rast? Nuk e di, për menim teme në në po thëmë. Nuk jo me sigur. Visori që ka pos karton, kjo ka harru, a ka mundësi? Ja, i ka shënimit. Ka përshave që i ka ndullu ashtë po. Ka ndullu me harru që i ka. Nuk po thëmë që i ka ndullu Visori, po ka ndullu edhe kështë. Nuk jo me sigur në drejtë. Kur të marrë vesh, po të shkru se lo. Me thonë nga bebe kishë pasur se... Sonë të merë vesh se mandet kur të më shkru nuk është shumë e rëndësishme për mu. Asë për duetin. Tash në interesone se ki nevoj mi shkru dikuj, ta japë një mafësirën 5 minuta. Më dëshë mu kyç... Okej, shtash e këshyri. Wifi. Shtash e këshyri, okej. Faruk, qëfar për ndodhë me Drenicën? 5 lojt e fundit ka pësu 25 gola, a 30, sa u bënën? Ka 4 gola mesatarë gjëndeshe 3. Nuk... është shumë